a thua zemër po t'mungoj, dhimbjen time ta shëroj, e mos të harroj. Sonte dua ta kuptoj, a thua zemër po t'mungoj, dhimbjen time ta shëroj, e ty zemër mos të harroj. Vetëm 5 minuta jetën time ta jetoj. Vetëm 5 minuta, vetëm 5 minuta dorën tënde ta shtrëngoj. Vetëm 5 minuta, vetëm 5 minuta jetën time ta jetoj. Vetëm 5 minuta, vetëm 5 minuta dorën tënde ta shtrëngoj. Sonte dua ta kuptoj, a thua zemër po t'mungoj, dhimbjen time ta shëroj, e mos të harroj. Sonte dua ta kuptoj, a thua zemër po t'mungoj, dhimbjen time ta shëroj, e ty zemër mos të harroj. Vetëm 5 minuta, vetëm 5 minuta jetën time ta jetoj. Vetëm 5 minuta, vetëm 5 minuta dorën tënde ta shtrëngoj. Vetëm 5 minuta, vetëm 5 minuta. Vetëm 5 minuta, vetëm 5 minuta. Vetëm 5 minuta, vetëm 5 minuta jetën time ta jetoj. Vetëm 5 minuta, vetëm 5 minuta dorën tënde ta shtrëngoj. Vetëm. Faleminderit shumë zonja dhe zotrini, sa të nderuar me të madhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe t'juaj në Odan. Mirë mbrëma Naem. Mirë mbrëma Mihrie. Mirë mbrëma të gjithëve kudo që ndodheni. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, kudo që të jeni e nga do që të jeni. E ja ku jemi këtu në steshin e Fjallës së Mirë, jemi këtu në Odan, radio televizionit 21. Odoni juaj jenë ingrant në këto ditë të ftohta të janarit, që sigurisht që pritej, e kishim menduar që ta shtyjmë edhe për pak, por megjithatë sigurisht që elani i të gjithëve atyre që e realizojnë të spektakël ishte që të vazhdojmë me punën, kërkesat ishin pafund dhe si të tillë ecim tutje bashk me spektaklin tuaj në këtë skenografi tër glamur që është dorë vendore. Dhe ja ku jemi. Dhe ja ku jemi bashkë, jemi me tër elanin tonë, me energji pozitive. Do të kemi shumë çka sonte, do të kemi gjëra të bukura, musafir të veçantë, do të kemi humor, këngë e shumë çka tjetër. Le t'i falenderojmë nga zemra gjithmonë ata që janë suporti ynë i fuqishëm me mbështetja jonë e mirë, sponsorët tanë. Artistët tanë të humorit do të vinë me gjëra të veçanta e të bukura, këngëtar të ndryshëm do ja thojnë këngës, kështu do të jemi në këtë të shtunë bashkë në mënyrë që nesër në mëngjes të dielën t'i hapim përsëri syt me spektaklin tuaj të përhershëm, të cilin e realizojnë një armatë të. Dhe pa humbur kohë, buja ka buja. Pa me të një gruja na e? Tashin bo dy Rahim Struja, po sonte vjen veç Rahim Struja.
Kesh. Nuk më le hapësira s'mull. Miki, mrama. Ftoft paka? Për hajrë. O hajrë pas falimderit. Për hajrë bob që krytë në zjedhjet. O hajrë pas mirë o bon. Shqyr, jena shliru në em. Ate? Qëre zjedhët të krytën, fitej kush fitej, Po? vudhi kush vudhi. Qëta që keni? Ha? Vjedhi kush vjedhi. A më shelë kjo punë, bile? Jo, halo në time. Ma. Po thojnë tash kështu. Ka ndasht me vjedh në emrin tim që imazhin tim me dëmtu. E mos me pas zbulu, Po? ky për deputet ish betu. Në bon? Betuhen. Si deputet i Parlamentit Kosovës, që dhe letrat e toaletit kom i vjedh. Jo! Që dhe letër të toaletit? Po aj që ti vjedh letrat me shkrunja. Po? Aj ti vjedh bordha pa shkrunja ma let. Se i vyni merë me paketi që në të shpia. Meri grushtin i që aty në kjenë. Pa na em. Aj boba jam, s'po më gën. As po të ngën papa? Thash, bob, këta kanë me numru halo vuta. Po? Që u bob së 2-3 mujdit s'kena vakt, i hypëm kjerë shkojmë Gjermani, po nëjmë një 3 mujdit. Edhe. Këno që më nëjmë, dhe kushe Gjermania. Kër janë i si boba. Gjermania djoli jem, nuk është si për në para. Gjermania djoli jem, ka kriz nuk ka pare. Me vajtime e talava. Mëre, bob. A di kushe Gjermania, o nëjmë a bogu. Ku që ja 4 në botë? Po Gjermania. Thanë, Gjermani nuk ka punë. Në Gjermani që është mëngjes, ose jem punë, Po? ose je tu me ndu për punë, Po? ose je tu gati me shku në punë, Po? ose je tu këthy për punës, Ha? ose je tu flejt, Po? se ki mu që me shku në punë. E krejtë. O, na em, rëvë Gjermania, Arnoft. mas Amerikës. Ako din më lari. Amerika, pa Amerika, o nuk o të ditë ku me prek. Zdi pëse s'kem Grenland edhe na. Pa ke po, për shkëm për me Grenlandën. Pa hajde me në neve. Që ku je Që këtu? ku jem? Me në neve o napështën në najmë, napështën. O jem kom budol, se ngësha profesorin e Gjermanishtës në shkollë mesme. Pse qka theke? Mësej ke, o Rahem, mësej e Gjermanishtën se kom të dasht herë dë kur dë. Po? Unë shkësha mësej shë, Ha? Sa të jo? që të ne, A fitness. Unë tute. i ngresha sojlët. Ha? A i theke, ales kla fitness, fitnessit bën të furt, Po? po tutën e qenit nuk ta he. Jo. Shtash ma zgjedhe, va di që ro burë. Ha? Ro burë na em, dulla jashtë njeki një farqeni, a pe të kishë në zonë pa pregadit. S'kan qitë kry peq. Po menum që krejt verë po merre. Qamë? Pa i thash ku e kini krypen. Ha? Ka pas në streti morë me qitë. Në sreti? Unë kishë në streti aj që ka fitu të nderit. Po? Ju, thaj në streti që bën kështu. Po, në Dubai. Aj restoran, apo E ka pas morë me qitë krypen. E kam shel. Ja shkri këtu. Pa e ka për buzën a em, se gjyti krypen për titit katë. Gjyti madhësht. E, na em, dimri ftoft. Edhe marke paret vjetë ata në qëtë. Edhe. Dimri ftoft. Po, Po të kalëzoj dimri shumë i ftoft ka me morë, edhe është të morë. Fiks. Strek mi dur. po e ka kohën. Shkenca ka vërtetu. Burrat quhen 25 herë notën. Po dhe qohen se shkojnë... Ju, një mlu gratë. Një mlu se gratë, një ndishme, dhe të mlu na em. Po. Edhe qashtu piqat i qenit jëm hinshpe. Si jëm hinshpe, na em. Penini zotë të bërtit baba. Ha? Të lutem, mos më braktis. Ho? Të dua shumë. Ho? Hina në salën. Nona kishit kryte boba qëtu. Po? Boba e krujke. Ha? I shkon të ja për të kënë seriolit. Ti të menu tjetër se. A dhe qa u bon? O, na e më kështu po përlohen. Kërë që nona ta kështë. Kër ja ka njës Qka boba ta me kënu. kështu? Këmishën. Aha. Kër ja ka njës boba. Tu kosh kyë këmisha të gjini, ka dol njona në sheshu a pa hiri.
Non è sincero. Ja, ti njeri ty be ti ma shpartaku. Jo! Jemi në spektaklin tuaj, jemi në sesën e fjalës së mire, këngës së bukur në Odeon. Si për çdo javë që kemi mysafir nga më të rallët, më të veçantët, edhe këtë javë e kemi një mysafir tepër të veçantë. Një jetë shumë interesante, një piramidë krijuese, një njeri që vjen edhe si erudit në botën edhe të historisë, edhe të letërsisë, edhe të jetës në përgjithësi. Vjen nga Ulqini ynë i dashur. Zonja e Zotëri për ka herë kishim pritur një mik të dashur, një rrëfys të mirë që i përngjet sheshit Odeon. Zonja e Zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Zotëri Sami Flamuri. Hajde Sami, mirë se erdhe. Sami, mirë se erdhe. Po them një fjalë të bukur shqipe që gjithmonë ne shqiptarët e kemi, ishte ju ngjatjeta dhe tu ngjatjeta gjithë shikuesve të këtij emisioni të mrekullueshëm na im. O Kosovo, mirë se gjeta, tu ngjatjeta, thot Ulqini, mirë se gjeta. Salimani dikur, e mban mend? E di kush ishte? E mbaj mend Salimanin dhe sidomos nga goja jote, janë tani domethënë jetësohet prap. E bukur kjo. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta edhe një herë, ish kënaqësi e veçantë, se me të vërtet unë Kosovën jo vetëm që e kam në shpirt, por dardania jonë krëshnike është gjithmonë ai vendi që i rikthehemi edhe i rikthehemi jo vetëm me madh, po i rikthehemi me një dashuri me një kënaqësi të veçantë, pothuajse shpirtërore dhe jetësore. Domethënë jemi të lidhur, ne ulqinakët jemi të lidhur me Kosovën, sepse po mos ishte Kosova nuk do të ishte edhe Ulqini apo anasjellës. Sa herë kemi kënduar o prizren i jon, shpesh herë e kemi kënduar Ulqini i jon, se i joni është. I joni është. Absolutisht, ha? Ishte vendi pas ka që në një mënyrë nga më tragjikët na e morën dhomshëm. Këtë gjë realisht e trajton në këtë libër. Sebepin tonë më të mirë të përbashkët, që jemi bashkë sot në spektaklin ton Odeon, dhe unë pres një rrëfim të mirë nga ona juaj për një jetë shumë interesante, bashkë një histori shqiptare, nga ato shqiptarët, por edhe jemi me këtë sebep të mirë që quhet prej Dulcinjo në Dinosh. Në Dinosh. Dinosh. Ish mu në zemër të Malësisë. Se me e pazan ke shkru në fund. Po pra, Dinosh. Dinosha, po Dinosh ashtu do më thënë e trajtojnë ata dhe ashtu ju uradhon. Ka distancë apo çka do më thënë? Nuk ka distancë, po ishte një vend që ishte jashtëzakonisht i veçantë për mu, sepse unë e kam zojen nga Dinosha. Po shëndes në tretën. Ky libër është historik realisht. Ishte historik, po ka edhe përmasat disa ngjarjeve që më kanë ndodhur mua në jetë, që janë disa udhëtime që unë i kam bën jetë dhe pikërisht përfundon me një homazh ndaj një in memorium ndaj nënës time të ndjerë Naxhi, e cili ndroi vitin e kaluar jetë, edhe e kam patur të arsyeshme mbasi edhe libra doli vitin kur ndroi jetë që ta përmendi edhe jetën e saj, sepse ka pas një jetë jashtëzakonisht të vështirë, sepse rriti 2 djem me burr, po jetima me bab gjallë. Jetima me bab gjallë, po një nën legjendare, që nuk është më, nuk është bashkë me babajnë dhe ju bëjmë homazh me dorë trokitje prej këtu. Sami, do të flasim me pak për librin, për sebepin tonë të mirë që jemi sot këtu bashkë, po në realitet je më i ri në moshë. Ti ke lindë si të neji. Për këtë fjalën ti e nisa je më i ri në moshë, por fëmijëria jote fillon vërtet në Ulqin. A të kujtohet momenti i parë kur e kuptove që jeta jote do të jetë në mes të 2 botëve? Ishte një pyetje shumë interesante, sepse unë kam lindur jo i vetëm, po kam lindur binjak, domethënë me nokat? Në Ulqin, ulqinakët i thonë binjakëve noka. Ishte nga binoimi, dhe thonë binok, noka, dhe ulqinakët njihemi e gjetën me noka në fund. Me noka gjithmonë. 2 noka. 2 noka, por ku na lidh
ne, miqësia jonë, dhe si Naimi e ka emrin Naim dhe ti e Naim dhe kështu me mund përcjell jeta me Naim zakonisht, edhe ishte edhe një kënaqësi e veçantë të jem me Naimin me ju sot. Kjo ishte shka e veçantë. Bineq. Po. Babai e kishte emrin Flamur. Flamur. I lindur në Lushnjë të Shqipërisë. Në Lushnjë, po prandaj në Flamur atje. Po, prandaj Flamur sepse dhe atë kohë kur ka lindur babai me 41. Se po t'ishte në pyetje Ulçini, më do vonë. kishte emër Shaban. Po, me shumë rrezik ta vej emrin Flamur e këto në. Ishte rrezik se dhe nuk ishte një emër i ndëgjuar sepse emrat shqiptar nuk ishin në vëmendje apo nuk ishin në dijeni fare tek popullata e Ulçinit që ishte, siç edhe përmendën në librin Prej Dulçe në Dinosh, domethënë prej vitit 1880 ne jemi në një sundim të drejt për drejt të Malit Zi. Të Malit Zi. Edhe Samiu dhe Naimi. Po. Babai i vuni këta emra? Tani kjo ishte një pyetje shumë e bukur. Apo me nonën bashkë? Jo, ishte pyetje shumë e bukur. Ja ku lidhet Kosova prap me ne. Babai me ka pasur një shok nga Ilixha e Pejës, e ka pas emrin Jashar Domniku. Edhe babai i ka thënë Jasharit, Jashar, mbasi Jashari s'kishte fëmijë, i tha ti do t'ja ngjesish fëmijëve të mi, djemve të mi emrat, po me njët emra patriot sepse Hasan e Hysen kena boll. Të lutem me njët emra për Jashari duke kuptuar shpirtin e Flamurit tha shiko, to fëmijë kanë lindur me emër, edhe ja pra do t'jetë Samiu i madhi dhe Naimi i vogli dhe ja ashtu pagzuam me emrat e dy rilindasve kombëtar. Pse s'ju kërkuat llogari ma vonë prindërve kur i bashkut, mas shumë vitesh mi u thonë, pse se bota edhe ni ta bëjmë edhe Abdylin kështu. Abdyli, prandaj ishte kjo ndamja atyre 20 vjeçës që ne nuk e pam që ne do trajtojmë. Se ndoshta do të ishte Abdyli. Abdyli do ishte domos. Këtu është. Unë kam dëshirë që të rrëfejmë për jetën tuaj tepër interesante, të babait tuaj, të nënës tuaj që unë kam dëshirë ta quaj nën legjendare, edhe të ju të dyve Binjak, Ulqinak. Të cilët kur ishit vetëm 3 vjeçar, babai ju nxori biletat, nënës edhe juve, ju përcolli në aeroport, edhe pastaj ka një periudhë shumë të gjatë ku ju nuk takoheni me po. A keni i kujtim, ne i pamje, ne i ndjesi, ne i moment nga ajo ndarje që ndodhi e tillë që të jetë pastaj shumë e gjatë? Ishte interesant edhe pse ishim shumë të vegjël me Naimin në 4 vjeçare, ne mbam disa moment apo si intermezzo jetësore që ne kur ja thoshim nënës të ndjerë Naxhia, ajo u habiste se si ne mbam mend një moment kur babai punonte në Australi në një pub australian duke pastruar pubin, ne mbashim mend gjithë atë moment. Ishte një moment tjetër kur ne mbam mend që gati edhe unë dhe Naimi kemi pasur të dalim në rrugë dhe të na nxaj një kerr se ishte një mjegull e madhe, edhe aty Flamuri nuk ka parë, domethënë se ne kemi dalur fare nga shtëpia, ne dy binjak kemi qenë jashtëzakonisht të lëvritshëm, s'kemi lënë dy gur bashkë, ashtu. Kurse nëna u çuditë se si aq të ri dhe i mbam mend, kurse ishte pikrisht kërkesa e gjyshit ton Xhemal që t'i shikojnë nipat e vetë. Edhe kur babai e bëri atë që na blej biletat për nënën dhe ne të rikthehemi në Ulqin, ai priste që do të kthehet edhe Flamuri. Po kur erdhem ne në Ulqin, erdhi nëna me 2 nipat e Xhemalit, por Flamuri nuk ishte kërku. Gjyshi ishte. Gjyshi ishte i gjallë dhe gjyshi u trondit. Kur e pa që Flamuri nuk ishte atë, tha, nuse ku e kam djalin. Kurse djali tha, do të vi, po Flamuri nuk erdhi gati 20 vjet dhe ne në Ulqin u rritëm me nënën Naxhie, dhe më thënë jetima me bab gjallë dhe nuk ndëgjuam fare për Flamurin që kishte emrin e madh, por Australia e mori. Dhe më thënë ishte një njeri i humbur, ishte një njeri që nuk ndëgjuam më për te, edhe ishte jeta jonë që i filloi në atë Ulqinin e viteve 70-ta, në Ulqini që dhe më thënë ishte duke përjetuar. Do më thënë dikur në vitin 73 vini ju. Po në vitin 73 vim nga Australia. Ju 69-sha i një kështu. Po, jemi i 69-ës, jemi lindur në Sydney të Australisë me binjakun tim Naimin dhe rikthehemi në atë Ulqinin e viteve 70-ta, paramendojës çfarë si tragjedie që gjithkush se Ulqini është vend i vogël, edhe gjithkush flet. Si erdhi kjo nuse vete, a ka lan burri, si kam i rritë të fëmijë vetë. Ju fillu të rritëshit. Jetoj gjyshi gjatë me ju? Jo, nuk jetoj, po atë vit ai vdis. A po atë vit vdis? Po, vdis edhe vdis në moshën shumë të re, 60 vjeçare, edhe nuk e përjetoj. I bindur që do kthehet Flamuri. Ndaj djalit saj, po, ndaj djalit ti. Djalit ti. Ju po rritëshit njerëzit flisnin. Ku e keni babain? Pse s'vjen? Po, edhe ishim kuenta djemt e Flamurit. Ku ish babai? Pse? Ne ide se kishim, me dishim vetëm se jemi djemt e Flamurit, por gjë tjetër nuk dishin për babain. Edhe nëna gjithmonë e ka pasur një vest të mirë,
ka folë gjithmonë pozitivisht për babain tonë Ndjerë Flamurin, edhe pse Flamuri ka qenë bixhërzi me bixhoz, ka pi alkohol, dhe më thënë, kur ajo nuk e ka përmend ato veset e këqija të Flamurit. Po, veset e mira, të babait të mirë. Po, që duke ditur që një ditë ndoshta, po qoftë se unë rritëm me Naimin dhe do të kërkoj babën, që të shkoj të kërkoj babain. Dhe të ruhet figura... Të ruhet figura mitologjike e tij. E burrit, figura... E jashtëzakonshme, 20 vite pa e taku babain, Flamur. Po. Janë shumë. Si e përjeton një fëmijë? Shiko, një fëmijë ishte kur rritet... Një mungesë, pa e ditur a është gjallë. Po, ishte një mungesë e madhe, sepse ajo familja jone ka pasur në pediestal shumë të lartë Flamurin, sepse ishte djali më i madh i familjes Rama, sepse ne mbiemrin e kemi Rama, kurse më vonë kemi ndryshuar mbiemrin e kemi marrur emrin e babait si mbiemër, domethënë nga Flamuri. Edhe shkon edhe Samiu dhe Naimi dhe edhe Flamuri shkojnë bashkë. Edhe Flamuri shkojnë bashkë, domethënë ish pikërisht nga emri i babait që mirret, por do mos ishte vështirë sepse shiko, e kemi një gjë të edhin Naim që si në Kosovë, si në Ulqin, bulizohen fëmija. Edhe kur e marrin vesh që nuk e baba, bulizimi ish aty. Domethënë, kemi pasur disa momente kur njerëzit prekin nga ana e babait, por mbasi ishim 2 noka bashk, ishte gjithmonë frika që të kapen me ne njerëzit, sepse thot ka me mralla i tjetri. Ishte një mekanizëm mbrojtës. Mekanizmi mbrojtës ishte Naimi. Po mamaja mërzitej, e zinit ndonjëherë duke qarë, apo duke... Jo duke qarë, sepse ajo ka qenë burrore, ajo ka qenë malsore, faktikisht edhe e ardhur nga ana e malit, nga ishte dhe origjina jo, ne jemi nga milla anës malit të zbritur në Ulqin, kurse nana ishte nga një fis shumë i ndritur një anës malit që quhet Suma, edhe mbi emri Suma ishte edhe në Kosovë, edhe ato janë domethënë jashtëzakonisht malsor me ato me dinjitetin e malsores, edhe nëndaja ime që është gjyshja nga nëna, ajo i thotë Naxhijes, o moj Naxhije, ma mirë me dal një sy në ballë se një fjalë goje. Shiko sa madhe ish kjo. Edhe andaj edhe Naxhija domethënë u përjetësua me ne që me na arrit ne sikurse me pas bab. Kjo ishte gjëja më e madhe e nënës. Domethënë ajo nuk e lejonte vetin që të zbresin nivelin që ne ta shikom të mërzitur. Ne e dinim dhe diku kur fillukëm të pjekemi që ajo që aja i mungon burri i saj Flamuri, por në asnjë moment nuk na tregote në mënyrë direkte. Po nana ishte shtylla kryesore. Shtylla kryesore. Jetonit prej? Jetonin, domethënë nëna ime ka punuar atëherë ka qenë Riviera e Ulqinit, ka punuar 3 punë faktikisht me na mbajt ne, thuse mas më na mungu asgjë. Ka punuar në Rivierën e Ulqinit në Hotel Olimpik, ka punuar në një kafenet, që në them kafeneja Amanit, duke bërë kafe aty, dhe ka punuar në një direktore si pastruese gjithashtu. Domethënë jam krenar që të them që nëna jon domethënë e ka lënë një emër të jashtëzakonisht të ndritur për ne, që ta vazhdojmë rrugën e saj dhe që ta e rikujtojmë çdo herë se si një grua pa burr mundet me rrit fëmijët pa pas dikush me i vënë me gish. Domethënë faqja e bardhë, edhe ishte me të vërtet një kënaqësi shpirtërore që sot me ndjesi të madhe flas për nënën Naxhije, sikurse të ishte tani moment me ne, sepse ajo hjeki, por shpresoj ja kemi kthyer deri diku me punën tonë, me çdo gjë që kemi munduar që ta bëjmë, sidomos kur edhe mbas 20 vjetëve i ribashkova me Flamurin. Kjo ishte edhe kjo ishte kjo nënë që s'ishte ve shtylla e shtëpisë. Ja. Ishte krejt shtyllat e shtëpisë. Krejt shtyllat e shtëpisë. Dhe shkollimin fillore mbaruat aty në... Fillon në Ulqin, në shkollën që ka një emër tani pak të qitur modër, por atëherë çdo shkollë në Ish Jugosllavia kishte emrin e Marshalit Tito. A Marshal Tito. Edhe kështu kjo kora. Po pastaj në gjimnazin Skënderbej keni qenë? Jo, gjimnazin Skënderbej jo, sepse atë kemi një shkollë fillore ka emrin Skënderbej, po ishte në kraj, por shkolla në Ulqin ka edhe kjo një emër komunist, quhet shkolla e mesme Vllazërim Bashkim. A Vllazërim Bashkim ishte? Po ende ka kjo shkollë emrin Vllazërim Bashkim. Pse zgjodhët duket hotelerin ishte apo? Po hoteleria ishte se ishte dega kryesore në Ulqin. Dega kryesore. Domethënë ti në Ulqin nuk e domethënë po të qofse je ose në kuzhinë ose kamarier, domethënë ai ishte diçka që ulqinakëve ju shkan përdore. Domethënë ende sot janë kuzhinierët më të mirë, kamarierët më të mirë dhe mikpritësit më të mirë, andaj edhe Kosova gjithmonë kënaqet kur vjen në Ulqin, se ka një mikpritje nga rradha. Nga Ulqini vet. Po, nga Ulqini. Shkon në shtëpinë vet. Ashtu, ai shkon në shtëpinë vet. Ashtu siç mendojmë që Ulqini vjen në shtëpinë vet. Ashtu, edhe ne kemi mirënjohje të madhe edhe ndaj Kosovës që na i krijoi kuadrat e para, sidomos njerëzit e ndritur si Rushdiu Shaku, si Bari Brisku, Hajro Ulqinaku, janë domethënë Hajrullah Koliqi,
i kemi domethënë njerëzit e Ulqinit që i me të vërtet Basri po mos Sapriqi. Basria i ndjer që i dha një kontribut të jashtëzakonshëm Mehmet Kosovës, Kraja. Mehmet Kraja që kemi akademik. Janë njerëzit që janë të ndritur, nuk do i përmend edhe shqiptarët nga Malizi që janë nga Vuthajt, domethënë familja Qosja, Gjon Balajt, familja Kukaj, domethënë janë Pjesa atë dheut që na funksiononit mirë. Ashtu, janë familje që Se keni lindur e keni rritur burra dhe gra të mençur e të ditur, e që janë shëndruar në shtylla kombi, ashtu siç kanë qenë edhe krejt partë e tyre. ashtu. A ke pasur ndonjëherë i natë me fatin, me rrethanat, me jetën që ju ndau nga babai? Gjatë asaj periudhe mendoj. Ishte pyetje interesante dhe me dy tehe sepse fatmirësia në këtë fatkeqësi ishte që ne u rritëm në vendin e të parëve tanë. Domethënë ne u rritëm me njerëzit që ishte, ne i themi nana madhe gjyshës, nana madhe zyra, e cila na jekte madhin e babait, me xhaxhallarët tonë, Myrton dhe Kadriun, me hallat e jona, domethënë ishte me një ilaka shumë të madhe që të na e zbuste atë përjetimin që ne nuk kemi babë, po me një anë me të vërtet ishte zbrasia e babës sepse gjithkush na njihsin si djemtë e flamurit kurse ne nuk e dishim kush është babai. Edhe kjo ishte domethënë diçka gjithmonë që të prekste, por mbasi jeta ishte aq e vrrullshme, ne jemi të mbijetuarit e tërmetit të Ulqinit 79, 15 prill, domethënë ne nuk kishim, ne u rritëm para kohës na im. Edhe kur rritesh ti para kohës ti s'ke kohë që të mendosh për tani do t'i quaj tani imësina, domethënë po të ishim të rritur ndonjë sot, ajo do ishte ndoshta mangësia më e madhe, por atëherë nuk kishim kohë që mendonim këto gjëra sepse ishte faktikisht jo jetesa, por mbi jetesa. Fëmijë të bërë burra më herët. Po burra para kohës. Në kohën e fëmijërisë. Ne ato burra që u desh të bëjmë shtylla e familjes para sepse babai nuk ishte atë. Po ndonjëherë kur kaloje pranë postës apo kur binte telefoni, një shpresë, një thirrje, një letër. Kjo ishte interesante na im se po ma rikthen një kohë interesante kur në ish Jugosllavi sistemi imuniste i asaj kohe i hidhën nga avioni disa fletushka propagandistike të asaj kohe dhe në atë moment nëna mori atë letër edhe tha djema tha ju ka shkruar tha babai letër. Edhe ne u gëzuam, domethënë aq me një gëzim fëminor të asaj kohe, domethënë fare gëzim i fëmijët. Që babai na ka shkruar letër, po u çudisnim si ishte mundur, domethënë, për gjithë atyre letrave që qellonte, domethënë ai letër tjetër pikërisht e babait ton. Edhe kjo ishte diçka që vite më vonë, domethënë ne u qeshnim në atë. Po nëna e përdorte. Po ishte si një rrenë e bardhë, si thirret, edhe ne gjithmonë mendonim atë kohë, si ato kohart që edhe në librin ton të dytë me Naimin e kemi titulluar Koha e Shegës, ishte ajo koha që e fëmërisë, koha që i mban mend gjithë ato gjërat e bukura të fëmërisë. Këto që po i flasim në realitet është Koha e Shegës. Libri. Kjo është libri Koha e Shegës dhe për ata që libri juaj i përbashkët. Libri jon i përbashkët që shkruat jetën tuaj, të babait edhe të nënës. Një roman me vete, një histori jo e shkurtër, një histori goxha gjatë. Po sepse ndërlidhet familja. Një dramë, një film, ai ndërlidhet trungu i familjes Rama me Ulqinin e asaj kohe, por edhe me Ulqinin antik. Domethënë e kemi rikthy edhe historinë personale të vendit me historinë personale të një familjes. Domethënë një familje shqiptare, mu në brigjet e Adriatikut, mu të vendi i Buzukut, Buzuku i famshëm i Mesharit, domethënë i shkronjave shqipe, edhe ishte ai Ulqin, domethënë që ne gjithmonë i rikthehemi. Ky Ulqini ishte domethënë ai një vendi, ai fenari që na drejton gjithmonë tek brigjet e Adriatikut ku jemi rritur, ku jemi formuar si njerëz. Dhe po mos ishte kjo lëvizje që babai e bëri për fare ndjesi, s'po thuaj rastësore, por do them një rasti që ishte e vështirë për nënën dhe ne, po më një anë ishte një dhurat për ne që të rritemi në Ulqin dhe ne sot të bëjmë të bisedë, të ndajmë të bisedë dhe ta kemi domethënë dhe të firmojmë dhe të jetësojmë Shqipen dhe shqiptarinë në çdo aspekt. Ky fanari ju dërgonte në drejtim të Prishtinës për të studiuar. Kur erdhët në Prishtinë për të studiuar? Ishte viti 88, ishte viti kur ndodhin ndryshime të mëdha në ish Jugosllavi. Çfarë regjistruat këtu? Të regjistruam, kishim dëshirë të regjistronim, por nuk mundëm sepse po të tregoj çka ndodh. Ne kishim mendim të regjistronim Fakultetin Albanologjik të kohës.
Kishim Gjuhë dhe letërsi. gjuhë dhe letërsi. Mendja shkonte në drejtim të letërsisë, të krimtarisë. Prandaj edhe filloi ajo dëshira jonë që të kemi, sepse e kishim se një pasion, por në momentin kur kemi hyrë në autobus, në atë moment kanë ndodhur demonstratat e famshme të Beogradit, ku Miloševiqi në atë moment kërkonte burgimin e Azemvllasit, edhe ishte çështja e minaterëve të Trepçës, do të thënë demonstratët e minatorëve të Trepçës, dhe gjithë ato grupi studentëve që jemi drejtuar gjatë Prishtinës u deshme të rikthehemi në Ulqin. Kurse ne në atë moment na erdhi thirrja në Ulqin si u kthyme, nuk mundemi të vim në Prishtinë fare, sepse e dishim që s'ka më, do të thënë Serbia do bëte mekanizma e shtetit të asaj kohe, do i bëte gjitha represalet e veta, por rikthehemi në Ulqin, por kur rikthehemi në Ulqin, ne edhe pse jemi të lindur në Australi, kemi pasur, do të thënë, në shtësinë e dëfisht edhe të Jugosllavisë të asaj kohe, ne na marrin Naim që shkomi në ushtri. Edhe me Naimin jemi dezertorët e parë që ikim brenda natës për Australi. Brenda natës për Australi. Po, sepse I kishit bërë dokumentacionin ju? po jo, ne i kishim pasaportin e Australisë. A kishit pasaportat australiane? Po, kishim me lindje. Por ne menduam që s'do na marrin në ushtri. Ku i morët pasaportat ju? Në ambasadën e Beogradit në Australi. Të Australisë. Po. Më thonë, megjithatë Australia për kujdesej për fëmijët e vet. Për njerëzit e vet. Kush që e ka, domethënë, që ka lindur në Australi, ka drejt me ligjin e Australisë të ketë në shtësinë e Australisë. E kishit menduar kërkimin e babait para kësaj kohe? Po, sepse gjithë familja gjithmonë e kishte emrin e Flamurit në gojë. Flamuri ishte si ai person, si një fantazëm, si një person u bë mitologjik. Çka prisnit? Unë priste të realizoheni më mirë materialisht që të udhtoni, se një ditë ta kërkonit me patjetër që do ta bëni. Edhe pse ne materialisht nuk ishim të mkëmbur, ne ishim jashtëzakonisht të pasur shpirtërisht. Ne kishim një shtëpi të vogël që na kishte ndërtuar ushtria mbas ne i themi në Ulqin Zërzeles, mbas tërmetis, edhe ne ishim tejet kënaqur me një shtëpi të vogël, me një nanë të mirë, ne themi tamaqare, punëtore, me faqe të bardhë, që çështja e lekut nuk ishte primare, ishte çështja e gjetjes babait. Po, e kuptoj, këtë e kisha si mekanizëm që të niseni. Po, mekanizmi kryesor ishte kërkesa e nanës Zyra, e nanamadhes time Zyra të ndjerë, e cila tha Sami, thot ti ke me ma gjet djalin. Me ma gjet djalin. Pikërisht e kisha pyetje, çka ju shtyu? Edhe momenti kur dal nga pragu i derës, nëna madhe Zyraja gjynëzohet para meje dhe fillon me mi puth këmbët dhe duart. Edhe thot ti mu kur nuk e më pa, edhe ishte e vërtet që unë nuk prita ta shikoj nanën Zyra. Nuk arrite ta shikosh. Po, edhe ai nuk e priti që mu bëhen bashkë me baben. Se kjo ishte gjë interesante. Unë kur u riktheva në Australi, do më thonë, përveç mallit dhe dhimbjes, ishte një premtim i brendshëm, që ja kishe bërë vetës, non Zyrasa, non Zyras, po dhe non Naxhijes. Edhe Naimit, sepse edhe Naimi kërkonte nga unë, basi ishte unë binjak, unë kemi ndallim 30 minutash, po më them jam më i vjetri, më i madhi, jam vetëm 5 minuta më i madh. Mirë, dhe vendimin e more, po kuptohet tani, u bën gjithë këto gjëra që vendimi përfundimtar për të thuar u mor. Tash e kishe përpara, unë do ta gjej babain tim. Udhtove në Sydney apo në Melbourne? Në Sydney, tani po tregoj. Para mendoni vetëm dua t'i rikthej shikuesit me një moment. Ishte një djalosh 18 vjeçar, pa i mbushur 18, që nuk din fare anglisht. A nuk di anglisht? Zero anglisht. Dishe gjermanishten shumë mirë, dishe italishten shumë mirë. Shkaku i turistëve gjerman, edhe Italin, mbasi kishim Rajunun dhe Rajduën dhe Italia Unun ne ishim të italofil. Gjithë Bregdeti i Malit Zi ka qenë italofil. Edhe, po të thojmë Bregdeti shqiptar. Edhe kështu, ne e dime ato gjë, po gjuhën angleze nuk e dishe. Edhe paramendoni një fëmijë asaj kohe, pa internet, pa telefonat celular, me shku me gjetë një babat surgjinosur që nuk dia si duket, kurse i kemi vetëm fotografiat e tij kur ishte i ri. Por nuk dishe ku. Në Sydney. Po, në Sydney kishe dajën tim, Shabanin. Po, kur e kërkoje, edhe fillove me kërku babajnë, me njera, kishe dajën të në Shabanin, a kishte ndonjë kontakt daja? Zero me Flamurin, Flamuri ishte nda, që nga 73 ishte nda fare nga komuniteti shqiptar atje. Dhe kishte shku ku? Dhe kishte shku me një vend verior fare të janë ato zezakët australian që quhen aborigjinet, ishte me to atje në veri të Australisë që quhet Townsville, ishte shteti i mbretreshës Queenslanda, por mas harroni se Australia është një kontinent jashtëzakonisht i madh. Ishte do të thënë vetëm shteti viktorian, ishte shteti më i vogël në Australi, nxen Evropën gjithë, apo disa Evropa brenda. Do të thënë ishte një kontinent i jashtëzakonisht i madh,
edhe flamuri ishte pikrisht gati 4.000 kilometra larg Sidnejit. Dhe ishte shkëput çdo Ishte lidhje, shkëputur me fare. shqiptarët edhe me Dajnë me të Po, gjithë. unë pata fat që një ulqinak e kishte kontaktin e tij. Aha. Edhe ai ulqinaku më ka kontaktuar mua, ka pas emrin Haxhi Selita, edhe ai tha Sami, tha, flamuri gjendet në Tanzville dhe të ta mundoj që të lidhej me babain. Kur unë u lidha mbas sa viteve me babain, me fol. Do të shkojmë aty. Po. Se më ban përshtypje pjesa emocionale që është më më pëlqejnë, me të thënë të drejtën, sa do që t'jetë, unë jam i bindur që dhe juve ju pëlqen të rrefeni, Po. se sa herë që e rrefen, besoj që shkarkohesh pak prej ati emocionit, asaj dhimbje të përjetuar për vite me radhë. Tash kur po e kërkoje babajnë, cila ishte frika me e madhe, të mos e gjeje, apo të gjeje dhe të mos ishte ai që e kishe ndërruar, cila ishte frika? Të gjitha këto si I fole. Gjitha ishin përmbledhur me një ankth të madh për mua. Nuk dishe si cilin person do flas, nuk dishe cilin person si do të reagojë ndaj meje dhe tek e fundit a do e njihja këtë njeri, domethënë. Kurse tani ky ka nisur 2 djem nga Australia në moshën 3-4 vjeçare, kurse unë rikthehem burr tani. Edhe pse jam teenager, jam një burr, jam një burr I formuar në ulqinin që I shrit edhe ai, por faktikisht unë do të takoj tani një njeri të panjohur që duhet I them bab. Sa qëndrove në Sidnej? Në Sidnej, sa ditë sa... qëndrova gati 9 muaj, derisa gjeta babajnë. 9 muaj. 9 muaj. Fillova me Përsëri mësu gjuhën. ankth, e frigë, e Po, pritje. gjitha I prit dhe momentin kur vendosa ta shkoj të drejtohem ndaj flamurit ishte kur një Duhej të thoje me aeroplan? Me autobus. Me autobus u thove? Me autobus, 4 ditë. S'kam ditur se kur kam hyrë dhe kur kam dalë, se çka do të gjej dhe si do të shkojnë kjo rrugë, por ishte pikërisht një shqiptar I Shqipërisë, një Dugagjinas, një Zef Deda, që tha unë me flamurin kam luajtur bixhoz, thot, unë e di thot mendjen e tij, thot. Ai thot nuk do ta marri hapin e parë që të shikojnë ty, thot ti duhet shkosh ta gjesh ti baban. Ta gjesh ti atje. Edhe ashtu vendosa të shkoj ta gjej. Rruga ishte e gjatë, Naim, ishte e gjatë dhe nuk dishe. Haxhiu më tha që ai do të mpresi mua në stacionin e autobusit, por nuk dishe se si do duket ky njeri, a do di në cilin ditë do të vi. Telefonat të Si ishte ai takim? Ishte gjë interesante. Thuhet gjithsesi edhe kam lexuar për ju se ishte shumë antologjik, Ishte takim I mbushur me dhimbje. Me dhimbje, me gjithçka. Unë kur erdha tek stacioni I fundit, që ishte Tanzville nga Sidney, ishte një stacion I fundit, ishte një tamam si një ato filmat western, ku ishte një pluhur I madh, u dukte një njeri me cigare, me disa pantolle të boj kafe, me një këmish të bardhë, me një bark të vogël, e kam fare, domethënë parasysh këtë figurë, edhe unë nuk besoja me sytë e mi se ky mund të jetë baba im, sepse ishte fare figurë që nuk e paraftyroja se ky ishte figura babaj, se unë e kishe figurën kur e dukte si ato aktorat hollywoodian, si George Clooney apo Cary Grant I kohës tonë, po jo një njeri që ishte fare I rrëzuar nga koha. Edhe unë kur ulen nga autobusi, kjo është gjëra interesante, ai më njofti mu direkt. Edhe ai mbasi ngjason të shumë xhaxhain e tij Shaban Rama, të ndjer I thash ku je, I thash Shaban Rama. Direkt atij, ai e heki cigaren nga goja, tha hajdet pas baba, tha unë jam thot baba jet, thot pshty thot lart thot bjen mball, pshty thot poshtë bjen bark, tha s'ke kum çën dhe s'ke kum çën. Kjo ishte ajo që Kjo ishte domethënë takimi, edhe unë ishe fare si hutum, nuk ishte ai takimi hollywoodian që ti e roke, ti prallë, ti e ballafaquar me njëri fare të panjohur. Ma shtrëngoj dorën dhe tha shikot pas baba, thot, po qoftë se ke dëshirë, thot, ta blej, thot, dhomën hotel, thot, me fjet në hotel, apo do në, thot, marrë, thot, me fjet, thot, ke ku flejon. Ku flen jo, baba. Thot, bab, duke ti. Edhe unë nuk e dita se flamuri ishte faktikisht në një gjendje që nuk ishte as vend ku të fliste, sepse ishte koha që ai ishte në një domethënë aq ishte I vobegët nga çdo aspekt. I marum. Unë I marum, unë ashtu sa unë ishte shumë I çuditur sepse Daja Shabani ishte një jetë mirë në Indjer edhe ai tani në Sydney të Australisë, kurse flamuri ishte fare I rrëzuar dhe I rënuar, por unë prapë kuptova se kjo ishte jeta e tij dhe tha çadin çka. Po kur I rrefenja, kur I thirrën nënën dhe Naimin në ulqin, ato I thash, pse nënës I thash nuk më ke tregu se ky është babai, domethënë se unë kam pas flamurin mitologjik në kokë, unë kam menduar se është milioner, kurse këtu kam gjetë një person që s'ka pasur lek në xhep. I varfër. Edhe ishte në një moment kur shkume me një pub australian, hera parë që ballafaqohem me pub irlandez,
edhe ai po hyn në pub me mu, edhe po i thot gjithë pubit aty, gjithë musafirëve që janë në pub, i tha, pije për gjithë, tha, drink for everybody. Edhe një njeri që e njifte, sepse babai në atë kohë kishte emrin Fredi, prej Flamur u bë Fredi, sikur se gjitha emrat ta bëjnë. Po ta bëjnë. Shabani bëhet Sem, Islami bëhet Jack, kështu janë, domethënë emrat që i kanë bërë anglosaksonët e kanë këtë, ti anglicizojnë emrat dhe në atë pub tha drink for everybody. Ky australiani tha, Flamur tha, ke fituar tha loteri. Gjuhën angleze tha, jo tha, po tha unë tha jam ja djali tha i Xhemal Ramës. Se diti kush jam unë, Se dita kush jam unë, tha djali Xhemalit. Thash, o zot, por unë kishe vetëm ato $300 në xhep, s'kishe më tepër. Edhe ai bëri gjithë pite. I tha unë, o zot, kurrën e kurrës, prej këtë shëtutje zot i jap me lek, a din, sepse nuk e dishe, por ishte ajo edhe respekti se ky ish babai tani. Unë do bëj çka bën baba, çka thot baba, edhe ai do zëjnë vendin e vet. Edhe ishte një rrugtim i madh mandej se si vjen nëna bashkohet me Flamurin dhe Naimin. Po pastaj babain e morën në Sydney, Po jo se morën në Sydney ende, sepse ishte ende nëna pa ardhur nga Ulqini. Atëherë u deshën të bënin dokumentat për nënën, dhe zjasin një kohë, por mandej Flamuri ishte jashtëzakonisht kishte filluar pijen prap, edhe nuk kishte dëshirë që të bësha me nënën bashkë. Po kur erdhi nëna në Australi, tha unë du mu batha me Flamurin, tha unë kam marrë tha ke burri jem. Ne ishim të çuditur me Naim, po thash ti kjera për nenan, ja thot unë kam marrë për burrin tem. E fort kjo. Edhe e bam babën bashkë me nanën. Në Sydney. Jo në Sydney, por në Brisbane, se ishte në Brisbane rrugë po. Të Australisë, edhe aty i tha me babës ke 2 rrugdalje. Ta lesh alkoholin dhe ta zësh vendin ku të takon, si babë dhe si, domethënë si zot i shtëpisë, apo të vazhdosh jetën me alkohol, por s'ke punë me ne. E zgjodhi punën e bashkimit dhe që atëherë Flamuri u bashku. U ndërtua afërsia. U ndërtua afërsia interesant, filluan me shumë vështirësi apo më me vështirësi, por me Flamuri ishte edhe njëri inteligjent, ishte edhe poliglot, flitte disa gjuhë botërore, domethënë kishte njohuri shumë. Edhe ai kur e la alkoolin filloi të rikthehet edhe shqiptaria dhe të rikthehen edhe shqiptarët tek zgjot energjia për ato të munguara ma. Lutëm shumë. Edhe ai kishte edhe shumë respekt edhe ndaj shqiptarëve të Kosovës, se kishte edhe disa miq nga Kosova, edhe patëm edhe një fat të mirë që me Naimin e hapëm në 90-ën edhe biznesin e parë në Australi që quhet Italia Uno Pizza dhe Pasta, ku babai dhe nëna ishin punëtorë kryesor. A punonin aty? Po, punonin aty. Sa e bukur. Edhe ishte një gjë interesante se Flamuri ishte i humbur, ai Flamuri i humbur, tani ishte Flamuri që po punonte. Çfarë drame. Po, ishin njerëzit, vishin shqiptarët nga gjithë, se ka shqiptarë shumë nga jugu i Shqipërisë atje, vishin dhe filluam të kemi edhe respekt. Sepse edhe pronar biznesit, po tani edhe Flamuri i rikthyer. Domethënë ishin dy çuna në moshën 3, menaxhien u rikthyme, shtëpinë e parë, filluan edhe martesat e para, filloi edhe jeta të evolvoi në një mënyrë tjetër derisa në Naxhie prap vendosi i tha Flamur tha do rikthehemi në Ulqin, tha ta rikthejmë edhe Ulqinin edhe pse të ekilon. Edhe Flamuri mas 40 viteve rikthehet në Ulqin. Mas 40 viteve rikthehet në Ulqin. Dhe pastaj për 20 vite jeton në Ulqin edhe atë me ples në kokë, a? Me ples në kokë, por shumë më pak se 20 vite. A më pak se 20 vite. Po, ai jeton nga viti 96 deri me 2002-ën kur ndron jetë nga kanceri. Lirinë e Kosovës e përjetoi. Lirinë e Kosovës e përjetoi. Edhe jo vetëm që përjetoi Kosovën, por mbasi Kosovës ka shku kur me Naimin e morëm me ardhmë në Kosovë. Domethënë erdhi në Kosovë se kishte dëshirë të madhe, se kemi pasur ne shtëpinë kemi pasur plet me refugjata të Kosovës në vitin 90, edhe ato e kanë dhënë shtëpinë babai dhe nëna refugjatëve dhe ato gjithmonë kanë pas respekt madh për në 96 nuk thyn ata. Atë 96 i ndërtuan shtëpiat në Ulqin dhe Flamuri shumë u bë tani filloi nga Flamuri i humbur, tani gjithë ulqinakët më thonë, po ti e thot djali i Flamurit." Edhe kishte një ndjesi të madhe, tani e dishin kush ishte Flamuri. Sigurisht. Edhe ne shkuam në Mitrovic, më kujtohet se tash ishte një mjekë që ja kam harruar emrin, por kërkoj ndjes që Flamuri shumë e respektonte atë familje, një mjekë e Mitrovicës, dhe shkuam të vizitojmë me Mitrovic, dhe shkuam po ashtu një kushira nënës time jeton në rrethin të Gjakovës, po ashtu Limja edhe është familja Lusha në Gjakov. Edhe shkuam të vizitojmë edhe atë, po ishi gjë interesante, ish Kosova pas luftës. Viti 2000 në verë, me një golf dysh, ne kemi tretur rrugën, s'po dim, ishte ajo ura e Renikut, ura fshanj që i thonë Gjakov, mu këthyn nga fshatra tani, por s'kishim 12 orë këta pysim. Flamuri thot, lere mu, thot, onë thot një të bëj, troket nderaj si para 200 viteve, thot, jam Flamur Xhemali, thot, a ka mundësi me ma qilë derën, ishte koha pas luftës, ishte vështirë.
ja çilte ndër, po thot Xhaxhi Flamur tha, vetëm po vazhdoni rrugën dhe do e gjeni këtë kushrinë në nëstime që ne e gjetëm, dhe ishte u rikthye edhe Kosovës, domethënë ishte gjë e madhe shumë dhe pastaj jo shumë larg edhe pati edhe fatkeqësinë që ta marri kancerin dhe ndroi jetë, por ndroi jetë me plis në kokë, sepse ja kishte dhënë një malësor nga malësia plisin dhe atë plis e mbajti deri në momentin që ndroi jetë dhe gjithë dishin Flamuri me plis. Edhe ishte kufoma e parë në Ulqin që u mbulua me flamurin kombëtar kur shkoi në momentin e fundit të jetës. Një jetë e nisur veçantë. Domethënë, megjithatë në një vend nga më të zhvilluarit në botë, kthimi në Ulqin, mungesa e babait për 20 vite, kthimi prapë për Australi, rrugtimi pafund për ta gjetur, gjetja, momente kështu, bashkimi i babait me nënën. Ngjarje shumë e rrallë, në ngjarje e bukur. Keni çfarë ti rrëfeni jetës? Besoj që edhe ata të dy që nuk jetojnë më, e me që nuk jetojnë më, edhe i duar të pasin një bajnë homazh, kanë çfarë për t'i thënë asaj bote për jetën e tyre këtej. Kur u bën bashkë, Naim, ishte interesant sepse nëna na ka rrëfyer shumë më vonë, se çka i ka thënë Flamuri herën e parë kur janë pa bashkë. Ka thënë Naxhie jam krenar si mi ki rrit djemt. Domethënë ka qenë krenaria e tij se si na ka rrit ne një nan, domethënë pa burr, me një vend aq të vogël si Ulqini, që të rritemi domethënë pa pas asnjë mungesë. Ndaj asgjë, domethënë nana ka qenë edhe bab edhe nan për ne. Edhe kjo ishte diçka për Flamurin e madh. Pastaj edhe hjekja dorë nga bigjozi, nga alkooli, nga gjërat e jashtëzakonshme. Një rrëfim i mirë se njeriu po të doj mund të ndryshojë. Mund ta bëj, po. Mund ta bëj. Ishte edhe pse ka pas addiksione të ndryshme, domethënë dy vese shumë të rrezikshme që janë ende sot të shkatrojnë familjet. Ai mundi që ti shkojnë domethënë brenda natës ti ndalojnë të dyja, se ka pas vullnetin e madh, domethënë vullnetin, dëshirën e madhe që të bashkohet me familje me në fund. Kur e morë Naimin në Australi? Një vjet më vonë, kur erdhi domethënë edhe Naimi, ishte takimi i Naimit me babain, edhe ai ishte një ves në vete sepse ishte edhe ai takim që me një njeri të panjohur, se edhe Naimi se kishte takuar kur. 88, 98 janë ngjarjet tuaja që i rrëfyem absolutisht. Lulja e Shegës, pak a shumë. Koha e Shegës u hap në. Pse keni quajtur Koha e Shegës? Koha e Shegës ishte një moment interesant, sepse Ulqini njihet për Shega dhe krejta i rajon ka, domethënë Shegët, por Shega simbolizon edhe ishte një frut hyjnor. Ishte frut që përmendet edhe në librin e Shejt Kuranin, edhe ishte një frut që na simbolizon kohën e fëmijërisë, kohën më të bukur tonën, edhe kallëzon sikurse ato kokrat e Shegës, të cilët shkormoqen, po zakonisht bëhen bashkë më në fund, edhe ne u bëm bashkë me babën Flamur dhe me nenën. Domethënë Shega ka disa simbole. Një sinonim shumë i bukur kjo. Në një periudhë keni drejtuar një radio në Australi, kur ka filluar kjo? Po, domethënë janë dy momente kur kemi drejtuar radion me binjakun tim Naimin, e kemi çilur radion e parë në gjuhën shqipe në Brisbane, që quhet Radio 4EB, ishte radio e komunitetit. Edhe një gjë interesante ishte kur filluam ta qesim zërin e shqipes në etër, ishte me një mikun ton Nuradin Xhamali, kur e qitëm këtë radio për të parë herë me 90-ën, njerëzit nuk besonin në vesh të vetë, sidomos shqiptarët e Shqipërisë të vjetër, që ishin ikur qysh nga koha e zogut, atë nuk i besonin vesh vetë se janë duke dëgjuar gjuhën shqipe. Në lajme s'kishim si t'i marrim, ishte një telefonat që ja thirrshim Prishtinë edhe i qizoshim lajmet, ishte një teknologji moderne, por e bënin disi. Realizohej, dhe ai ishte hera parë, kurse hera dytë ish kur vendosim të shpërngulemi nga Brisbane kur babaja dhe nëna u kthyn në Ulqin. Ne shkuam në Melbourne, aty ku takuam, ishte komuniteti më i madh i shqiptarëve ishte në Melbourne për momentin, edhe aty gjithashtu radio komunitetit 3ZZZ, aty u bëm domethënë pjesëtar të këtij radios, edhe bukuria e këtij radio ishte sepse me Naimin për të parë herë mundsuam lidhjet e drejt për drejta me ndëgjuesi. Domethënë deri atëherë nuk ishte mundësi, deri atëherë mandej filluan të transmetojnë dhe radio kishte aq ndëgjueshmëri të madhe sa ne vetë nuk ishim në dijeni sepse po krijonim opinion një
por erozioni mat identitetin e humbur kombëtar, sidomos tek shqiptarët e Malit Zi dhe Maqedonisë, jo të Kosovës, sidomos kur filloi Se të Kosovës edhe ishin pak, por ishin edhe me patriot. Duhet ta themi, duhet jemi më hapur, domethënë sepse Kosova gjithmonë ishte të them me një zemër të hapur që është djepi i shqiptarizmës. E ka pas edhe për detyrë, djepi i shqiptarizmës, po edhe ka pas për detyrë. Po e ka pas ashtu siç e ka pas për detyrë Tirana, për gjithë shqiptarët, edhe Prishtina e ka pas për detyrë, e ka edhe sot bashkë për gjithë shqiptarët. Kështu pas, sepse jemi dy shtete, po jemi shqiptarë të gjithë. Ashtu, brumon që edhe si atil. A ishte kjo radio ku ishte edhe Mendgjiçi, ku ishte Jashar Mendgjiçi, Jashar Fazliu, kemi pasur domethënë disa emra. Ishin goxhani. Kena qenë grup, por në momentet e caktuara kemi mbajtur, domethënë kur e ka mbaruar Qazimi e ka marrur Jashari, kur e ka mbaruar Jashari e ka marrë një Emine me Mishi, mbas Emine me Mishit e kemi marrur unë dhe Naimi, mbas neve ka marrur një zonja Majlinda Lulo, kemi pasur ka lëviz, domethënë. Ishtë një moment interesant kur më ka trokit në derë një zonjë nga Shqipëria. Ka pasur emrin Kalie Guga dhe më thot Kalie, kam dëshirë të madhe të lexoj lajmet në radion e juaj. Po çfarë përvoje keni? Thot, unë kam qenë speaker e Tiranës. Kur e ndëgjum zërin e Kalies, ishte pikërisht zëri i Radio Tiranës. Që e kishit dëgjuar ju. Që kemi dëgjuar, që mi rritur me atë zë. Për vite të tëra. Kur e kam qitur Kalien në etër, ajo ishte hera parë që njerëzit mendonin se unë, thot, sa bukur i ke injizuar lajmet nga Tirana, se kishin fare ide se Kalia ishte në studio. Në studio. Por çka bëri kjo radio Naim, e zgjoi komunitetin që në momentin kur u kriju, domethënë, mundësia për komunitetin shqiptar të mbledhë fondet në vendlidhja thret asaj kohe, ishte pikërisht komuniteti shqiptar australian që mbledhi milionin e parë për ushtrinë shqiptare të Kosovës, që ma mërmendën një dorë trokitje. Milionin e parë për ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pikërisht nga një komuniteti më i vogël. Komuniteti i vogël. Nuk ishte si në Gjermani, edhe nuk ishte komunitet koheziv. Domethënë, kemi shqiptar nga jugu Shqipërisë, kemi shqiptar nga Maqedonia, që i përshëndes, sidomos shqiptarët nga liçeni i Prespës, nga Ostreci, rrethi i manastirit, nga Këshava, Tetova, por janë sidomos nga Struga, ishte një komunitet që ka, ishte i gjithanshëm, Kërçova, gjithashtu. Dhe mirët vesh shqiptarët nga Ulqini dhe nga Ana Malit dhe Kraja, kemi shumë më pak nga Plava dhe Gusia, por janë, domethënë, kjo ishte fryma një komuniteti që ishte nga çdo vis që kur erdhi çështja e Kosovës. Tamam Shqipëria, mozaiku shqiptar, kështu komplet. Etnike. Ishte Shqipërisë etnike. Ashtu. Edhe kjo që një gjë e madhe, sepse me Jasharin e një mikun tem të përbashkët, se kemi Jashar Fazliun nga Llapi, ai ishte faktikisht njëri që jashtëzakonisht i përpikët, dhe ishim s'kishte shtëpi që nuk trekisnin me derë me Jasharin, që nuk na hapte derën që më na dhanë parat për Kosovën. Ishte moment që do amajmë bend gjithë jetën time si momentet më tregon që një komunitet, po ka një arsye pse më dhanë do japin. Ishte komunitet që ka dhanë gjithmonë. Në shtëpisë të gjetëm rëmë, e ja vetëm pa të tëmë, se unë besën ta kam vënë. Këndonit? Këndonim Këndonit këngë të jugut sidomos, a? Me presparet po. Me prespanet. Presparet janë një komunitet jashtëzakonisht i mirë, janë nga Bellacërkva, janë disa vende të vogla atje që nuk mund të rikujtohen me emër, por aq e kanë atë kolonja, janë me origjinë nga kolonja, edhe sidomos ai theksi kolonjari i tyre, ata janë edhe, shiko, unë them ne gegët e kena thirr Abdul Frashin Toska i mençëm. Edhe ne duhet të themi që kolonjarët konsiderohen si kokat e Shqipërisë. Kolonja gjithmonë ka japur njerëz të ndritur. Do mos edhe Lushnjë, pasi ka lindur edhe babai në Lushnjë. Po shkoj me pak marketing e do të rikthehemi me bisedën tonë. Marketing. Jemi rikthyer. Na ke bërë rrafim të bukur me shumë emocion. Kam shpëtuar pa lot, edhe e bukura është se një përfundim i bukur, i lumtur, një happy end i mirë, me gjithante në këtë dramë tuajën jetësore, familjare që është një rrëfim bashkë si kur t'ishte i çdo cepi të atë dheut. Shqiptarët kështu paka shumë e kanë pas jetën. Ku të gjeti lufta e Kosovës? Lufta e Kosovës na gjeti në Australi, na gjeti mu në radion 3Z, mu në Melbourne të Australisë. Naimi kishte një dëshirë të madhe të i bashkangjitës ushtrisë qëllimtare, por
patëm një fat interesant që Pse si qove? po tregoj pse. Erdhi Nasim Haradinaj, na erdhi në Australi, edhe Nasimi i tha troç, Naimit i tha njerëz si ti në Kosovë kam mjaft. Sa të duash? Por njerëzit që mbajnë radio dhe ngrisin moralin kombëtar kemi shumë pak. E që na çojnë pare. Edhe që na çojnë parë Se kemi na shumë duheshin pak. më shumë ti. Ashtu, Që të andaj armatosemi, që të Ashtu. vishemi, që të përgatitemi, por që pikrisht ishte një gjë interesante sepse ne me librin ton të parë që quhet E përjeshme Shqipëria, që jam koautor me Naimin, ishte libri i parë që e rikthej, ishte bisedë rreth të drejtës mbi kombin më të vjetër në botë, kombin Në shqiptar. vitin? Në vitin 97 u botu botimi i parë, botimi i dytë në 98, kurse botimi i tretë ishte faktikisht libra parë e shekullit në Shqipëri. Edhe ai libër bëri aq buj në Kosovë. librin e tretë Librin e parë. me Mejdanin e Libri i tretë në promovuar. Mejdani, po ishte njëjti libër. Domethënë, Tri pjesë. Tri pjesë, por kjo libri i përgjithshëm në Shqipëri është faktikisht një libër që çdo kush që ka desh me ditë për kombin dhe zanafillën e kombit i ka aty. Ishte faktikisht si një pres konferencë Naimi dhe Emi rreth çështjeve kombëtare. Pse quhet Flamuri Kuqezi? Kush është Skënderbeu? Kush janë Ilirët? Kush janë Pellazgët? Emri i Dardanis, emri i Moesis. Domethënë gjitha fiset ilire i prekim edhe lashësinë e gjuhës shqipe, sidomos domethënë gjërat që i po i shohim me Naimin tani të mishirohen tani në kohën e ADN-s, që po tregon që kemi qenë në të drejtë. Paramenoj dy njerëz fare autodidakt, dy njerëz që kanë një pizzeri në Australi, që shkruajnë librin për kombin shqiptar, që cilët asnjë shkronjë ende sot nuk i heket. Si e prisnin shqiptarët mirë? Jo që e kanë pritur mirë, por libri ka arritur që të jetë libri më i lexuar në asaj kohë në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe libri që se kemi çuar ne gjendet sot në librarinë e Kongresit Amerikan. Domethënë ka arritur të jetë në libri E ka dërguar dikush. E ka dikuar dikush, ishte në librarinë e New Yorkut, në librarinë e Stockholmit, po qofse janë bashkëtarët tonë në Stockholm, e kanë në librarinë qendrore, në Londër, edhe në disa vende tjera të Evropës gjendet pikërisht libra përjetshme E Shqipëria. përjetshme është Shqipëria. Domethënë ne kemi titulluar këtë fakt nga një këngë e Qazim Menxhiqit, E përjetshme Shqipëria, edhe hana do ta di, edhe dielli do të ketë pa, se për qark se i rrokullie si Shqipnia vend nuk ka. Nuk ka. Edhe domethënë çdo gjë thotë Gjergjfishta. Po Gjergjfishta i madh, çdo gjë shkon dhe vjen, por Shqipëria gjithmonë mbet. Domethënë çdo parti politike shkon dhe vjen. E kemi përmend Qazim Menxhiqin, një krijues fantastik, shumë i mirë. E kemi planifikuar që të jetë musafir në një moment të caktuar, duket i vdiq vllai në atë periudhë, pastaj sikur nuk u dakorduam në kohë, ne u dakorduam si njerëz po në kohë. Idrizi ka qenë shumë djalë shumë. Dhe si krijues, si artist, duam ta përshëndesim e ta dua të përshëndesim Qazim Menxhiqin. Këtu me sa e di është edhe Lumia e motra, janë pastaj edhe vllai profesor, një familje krijuesish, një shtyllë fort për mua kombëtare. Gjenetika e lupçit të epërm. E lupçit të epërm. Lufta ju gjeti në Melbourne dhe ju për kujdeset pafundësisht për mira shqiptar që përfunduan si... Ishte një mirësi e madhe që ne të ishim pjesë e komunitetit shqiptar-australian dhe bashkë me Jasharin dhe disa bashkëdhetar tjetër me Naimin u bën. Kur themi Jasharin, është Jashar Fazliu, është familja e Bahri dhe Fahri Fazliut, dëshmorët tanë. Edhe Fadilit që për fat keq e kemi në Hag. Tani një familje që tëri jetën thoshte gjyshi më rëbir, se ma i men, ato familje që kanë luftuar për atë 300 vjet loz, e vazhdojnë të njëjtën gjë. Dhe ishit një komunitet i organizuar. Për t'i marrë shqiptarët andej, kishit ndikim ju apo i solli shteti? Tani kjo ishte një pyetje që do ta rrefej për të parë herë këtu. Mbasi me Naimin u bëm pjesë e komunitetit shqiptar australian, por në kuadër të atij komuniteti patëm fat që na rekrutoi domethënë qeveria australiane si përkthyese të drejtë për drejtë. Kur ndodhen ato skenat biblike të Bllacës, ishin ato skenat që ne, komuniteti si komunitet, ndikuam në qeveri drejt për drejt, që t'i marrin 4.000 të përndjekur nga Bllacja, që të vinë me aviona charter në Australi. Do më thënë, ishte pikrisht këmbgulja e komunitetit shqiptar-australian, me ne, si ajka ati komunitetit, që ta bëm një lobim aq të fort, që ne t'i marrim këto të përndjekur dhe të vinë ato pjesë e një projektit që Australia dhe atëherë nuk e kanë ndërmarrë. Janë dhënë në vizë speciale, të cilat janë dhënë për të përndjekurit nga Kosova.
janë marrë dhe paguar charterat e avionave të aviacionit australian Qantas që të mirën këto njerëz në Australi dhe të vuan në kampe, domethënë speciale vetëm për to, derisa të lirohet Kosova apo derisa të mundet domethënë të rikthehen në Kosovë. Edhe mund të them me një dashëmërësi të madhe se kemi qenë pjesë e 4000 vetëve dhe ne u bëmë një Kosovë e vogël atje, edhe filluam që të kemi shoqëri me njerëzit. Dua t'i përmendi njerëzit që ende sot kontakt në Kosovë, siç ishte Shefqet Bytyçi nga Pokleku i ri, siç ishte Hasan Mehmetin nga Malisheva, janë emra që janë ende sot shokët e jonë dhe shmiqtë e mi të dashur, por që nuk e harroj atë moment. Avni Jupolli janë domethënë pjesë që kemi kaluar domethënë disa momente kritike, por jemi aq mirënjohës që kemi qenë aty që t'i ndihmojmë. Atë ka ndodhur dikush nga të dëbuarit që ishin në momentet më të vështira të jetës së tyre në atë kohë, t'ju këtë thënë ndonjë fjali apo t'ju ke drejtuar me diçka që ju e mbani akoma mend, si diçka shumë të veçantë. Po, e mbaj mend të veçantë një plak me musteqe të bardha, të zbardhur, plak i rënuar fare. Kishte emrin Bajram Bajrami nga Reçaku. Tash kërkoj ndjes për auditorin, nuk di ai është gjallë, po edhe atë ka qenë moshë të thyme, edhe ai tha Sami, tha, të lutem ma mundso thë ditën që dal në hak, tha të rafej, tha, qysh ka ndodhur, tha, masakra e Reçakut që ishte edhe përvjetori këto ditë të fundit të janarit, edhe ajo më ka lënë një mbres të madhe sepse kam parë njerëz të cilët edhe pse kanë parë shtëpiat e djegura, kanë parë familjar të vrarë, kanë qenë aq tepër optimist ndaj ardhmërisë të Kosovës, që e Kosovë e pas luftës të rindërtohet dhe të jetësohet si është sot. Kjo është diçka e madhe për mua. Pastaj ju edhe i keni përcjell. Ne edhe i kemi përcjell. Kthyer në atë dhej. Po jo vetëm i kemi përcjell, po kemi këmbulur ti përcjellim, sepse e dishim. Shiko, unë ishe vetëm gati 20 vite në Australi. Unë e dishe që po krijohet edhe një komunitet tjetër, ne do humbim, domethënë, nërgimi shumë plagë rëndë na im. A kishte më shumë kërkesa për të qëndruar apo për të kthyer? Për të kthyer. Çuditërisht për të kthyer, se kjo ka ndodhur gjithë botën, interesante, ë? Për të kthyer edhe ta them me një dashamirësi të madhe që çdo kush që ish kthyr në atë kohë ka pas sukses. Suksesin e ka pas të arritur, janë kthyer në vatet e tyre, kanë filluar biznesit, janë bërë domethënë të suksesshëm. Atë dua të them. Domethënë nuk kanë pas nevojë në Australisë. Keni shkruar, të mos thëmë ke shkruar, me që dy i keni shkruar me vllajin, 3 libra, apo më shumë? 3 libra, domethënë me vllajin kemi shkruar 2 libra, ishte Përheqësi në Shqipëri dhe Koha Shegës. Ndërsa libri i tretë prej Dulqino në Dinosh, ish libri i parë im autorial, që shpresoj që edhe lexuesit do ta kenë shumë shpejt në libraritë në Kosovë, ish një libër që doja rekomendoj çdo kujt dhe doja shtrëngoj dorën gjithkujt, po e merr vetëm nga një shkak, sepse libri ballafaqon për të parë seri historinë e panjohur të dorëzimit të Ulqinit, Malit Zi, dhe për njerëzit që dojnë të dinë fiset e malësisë, sidomos përbërjen gjenealogjike të tyre, do e gjejnë për të parë seri dhe sidomos edhe përbërjen e ADN-s të shqiptarëve nga Kosova. Domethënë gjenetikën ilire dhe gjenetikën e domethënë gjenit ton V13 dhe pse dhe ku dominon në Kosovë janë gjithë brenda në libër. Në libër po ashtu ka dhe rrëfimin tim për nënën Naxhie në fund, por sidomos unë sepse ka një kaptin të veçantë, pikërisht doja të dilja këtu tek ajo dorëzimi dhe presioni shumë i madh pas Kongresit të Berlinit që të dorëzohet Ulqini, dhe është nga qytetet që pavarësisht të rezistencës të madhe të lidhjes së Prizrenit dhe pastaj edhe sepse luftoi gjithë Kosova, gjithë Shqipëria, luftuan gjithë territoret shqiptare, Plava dhe Gusia, edhe kurse presioni u ndërtue jo vetëm nga Rusia, Serbia, Malizi e kështu, Ulqinit direkt, edhe vetë perandoria osmane që nuk ishte ndonjë disponim ta dorëzoj, por e dorëzoi se presioni ishte shumë i madh edhe i anglezëve dhe i gjermanëve. Interesante, ëh? Kjo janë dy pyetje, domethënë qasje kryesore. Ishte hera parë kur mblidhet lidhja Prizrenit me 1878, kur ndahen tokat shqiptare me Kongresin e Berlinit, Kongresin famkeq të Berlinit. Në atë moment ndodh një gjë interesante. Mali Zi domethënë e kishte Ulqinin me konferencën e Shën Stefanit,
kurse me konferencën e Berlinit, Mali i Zi ju rëmbehet Ulqini dhe i rikthehet Perandorisë Osmane. Perandoria Osmane e pjesëve tona, të vilajeteve tona u quajte Shqipëria Osmane. Duhet ta dimë që në ato harta po bëjnë kërkesë dietarët e ri, duhen ta gjejnë në Shqipërinë Osmane. Duhet ta dimë se ne si shtet jemi krijuar me 12, domethënë deri atëherë ishte Shqipëria Osmane. Që mendimi ishte me tërheqjen e Osmanëve nga territori shqiptar që do bëhet një shtet unik shqiptar, që faktikisht nuk ndodhi. Por çka ndodh? Me dështimin e mbrojtjes të Ulqinit, ndodh që ideja e shqiptarizmës që do të na mbroj Baba Dovleti dhe Perandoria Osmane bjen, sepse në atë moment ish faktikisht Perandoria Osmane që ja dorëzon Ulqinin Malit Zi. E kishte humb luftën ruso-turke. Ruso-turke, ai ishte shkaku kryesor dhe ja dorëzon mu tek një moment interesant kur fuqitë e mëdha të kohës mblidhen tek ujërat e Ulqinit dhe bëhet flota e parë ndërkombëtare kundër Ulqinit, domethënë dhe Perandorias Osmane. Kurse ish pikrisht anglezët me William Gladstone, që ishte kryeministri i kohës, i cili këmbgul që Ulqini musliman në thojza të jipet, sepse nuk e njihshin kombësinë shqiptare, arnautët të konsideroshin musliman, edhe si atill domethënë ato shifshin racën malazeze si racë më nobel, edhe pse dihet tani dhe me gjenetikë se malazezët janë faktikisht malësor me gjenetikë, dhe po dalin që janë edhe shumë të afërt me gjenetikën e fisëve malësore edhe në Kosovë, dhe si të tillë domethënë janë në një lidhje të ADN-s, por të rikthehemi tek kjo çështje e Ulqinit, domethënë ishte pikërisht flotila ndërkombëtare e cila bëri presionin Perandorias Osmane që të dorëzohej thjesht pa luftë. Dhe nuk dorëzohet pa luftë, Ulqini bën luftë dhe bëjnë shqiptarët e Ulqinit luftë. Shqiptarët disa forcat vullnetare nga Shkodra me Jusuf Sokolin, i cili edhe varrohet edhe më vonë edhe vdek, janë me Mehmet Gjylin, Mehmet Becin, janë domethënë bëhet një luftë e tmerrshme dhe aty vdesin gati përmi 300-400 shqiptar me luftë kundër turkut. Para mendoje duke Mali i Zi hyn në Ulqin pa shkrepur një plumb. Po. Kështu thash sikur pa luftë, sepse po dorëzonte Perandoria Osmane. Këto të dhëna i ke marrë absolutisht nga arkivat? Këto i kam marrë nga arkivat e Britanisë të Madhe, nga shtëpia e përbashkët që quhet House of Commons. Kam pas një fat të madh që të kam një lidhje të drejtë për drejtë me ta, me një pagesë të modeste, që të kem qasjen e dokumentet ku janë edhe në libër, në bibliografinë e librit do i shihni ku i kam marrë dhe tek jam marrë, dhe janë edhe dokumenta origjinale të skenuara që do i shihni në libër, sepse unë them Naim, ne si historian duhet të bazohemi domethënë pjesave primare, dokumentave primare, të cilat janë të dorës parë, mandej të dorës dytë dhe dorës tretë janë ato që janë thashëtheme që ne shqiptarët i kemi të mëdhaja. Ishte thashëthemja më e madhe që e kam thyer për duke zbuluar dorëzimin e Ulqinit, është çështja se Ulqini ka pas një marrëveshje të fshehtë me Perandorinë Osmane që pas 100 viteve të rikthehet Shqipërisë. Kjo ishte nuk ishte vërtet. Nuk ekziston, se po t'ishte shkruar. Po t'ishte shkruar do u kthente dhe ne nuk ishte Shqipëri. Ajo ishte gjë më interesante. Na kthyn farborçi edhe anglezët dhe gjermanët dhe të gjithë në vitin 1999. Edhe këtë edhe përmendi, unë e përmendi mu në hyrje të dorëzimit të Ulqinit në libër, them që ish pikrisht atë çka bëri Gladstone për Malenezi, bëri Tony Blair për ne për Kosovën më pas. Zëri një kryeministri anglez më dëgjohet, edhe andaj edhe i falenderoj gjithmonë Anglin për çdo gjë që na bën për ne, ndoshta një duratorkite për anglezët. Amerikanët edhe perëndimin, aty ku jemi, ku kemi venin, edhe kemi shumë hise në civilizimin e tyre, pa çka që na kanë marrë, kanë shkruar goxha për veti. Them edhe diçka. Ne jemi zemra domethënë e Evropës. Gjitha dokumentet më të vjetër dhe zanafilla e njeriu të parë në Evropë gjendet në viset tona. Domethënë tani po zbulohen gjërat e neolitit tek ne që janë të pamenduara se ishin faktikisht i ka bërë dëra njeriu, që i ka bërë dëra e një njeriu të hershëm që ka jetuar mundëtore dradane të çështjeve antike. Domethënë që nga antiktiviteti dhe deri sot gjenetika shqiptare ka mbijetuar në forma të ndryshme, por ka mbijetuar me sot me emrin shqiptar. Je baba i 2 vajzave. Po. 2 vajzave, Valona ishte tani 31 vjeçare, kurse Ardita ishte 30, edhe gjyshi një djaloshi 3 vjeçar, Edan e ka emrin. Jam të krenar, nuk kam qef të them gjysh, por tani çka të bëj, domethënë kam pasur fëmijë të ri, kurse jam edhe i martuar me tani je burri i kësaj zonjës nga Malësia, Dina Nusreta ishte tani bashortja ime, që kemi 4 vjet që jam rimartuar, edhe çfarë them, një borxh
libra prej Dulcinea Ndinosh është pikrisht shtytja e saj që ta bëj një libër, sepse thot te Sami është shkrimtar, thot nuk ka thot kuptim që të jetosh thot në Ulqinë mas ta bësh një libër. Por mbasi më shtyti ta bëj librin për Ulqinin, thamë unë nuk ka se si mos t'i përmendi edhe Malcin, edhe unë mbaroj librin domethënë me historinë e fiseve kryesore malcore, filloi me Grudën, mbasi Nusreta ishte e fisit Gjokaj të Grudës. Ato janë domethënë Gruda ishte një fis i madh malcor bashkë me Hotin, atë përmendi edhe fisin e Kelmendit, fisin e Shkrelëve, ka domethënë aq të dhëna interesante që lexuesi do të ballafaqohet herën e parë për disa dhëna që ndoshta i kanë ditur, por tani do i kenë libër, sidomos do të jetë edhe historitë interesante e Ulqinit kur ka qenë në Venedikun, që atëherë njihte si Arbëria Venedike apo Albania Veneto. Këto i ka marrur të dhëna se më pyete ku i ka marrë nga arkivat, përveç arkiveve të Anglisë, kam pasur qasje në arkivin e Dubrovnikut apo Raguzës, në arkivin e Kotorit dhe në arkivin di Stato di Venezia, që është arkiva kryesore e Venedikut sot, edhe aty kam pasur qasje se kam shku në mënyrë drejt për drejt, basi vajza e Nusretës Jasmina punon për organizatën shëndetësore botërore në Venedik, ishte Jasmina Çunmulaj, edhe thaq unë po shkoj në Venedik, basi ta vizitoj vajzën me Nusretën, por pata fat që të bëj edhe kërkimet duke qëndruar në Venedik tek arkiva e shtetit Venedikas, edhe aty u mahnita me volumin e dokumentave për Ulqinin. Për Ulqinin, sigurisht edhe për shqiptarët. Mendoj se kemi fol gjëra të bukura dhe goxha, dhe duke të falenderu nga zemra për prezencën tënde, duke të falenderu për librin, si një volum që në këtë mozaikun e njohjes e historisë shqiptare sigurisht e jep edhe kontributin e vet, dhe do të doja vetëm një pyetje në cilën do të më përgjigjesh shumë shkurt, nëse sot do të kishe përballë Bab Flamurin edhe Nën Naxhien, çfarë do të thoshe? S'do i thosha asgjë, do ishte një heshtje, por do i shtrëngoja shumë fort. Se si kemi shtrënguar shumë, babajnë se kam shtrënguar kur ka me tengë. Ka me tengë se kam shtrënguar sa ke emocionuar për dhe të thëmë të. Sami Flamuri, ishte knaqësi që të ishte në safë. Faleminderit. Ishte bukur.
shkojmë hava, për matojna o matë mirin dha. Jena gëzu, o jena gëzu, jena bo me fluturu, fluturoj e shkojmë hava, për matojna o matë mirin dha. Që po vjen ky regjisori, artisti, skenaristi, Ani, po braktisja e vjen nonës. Edhe Çiçoni, na të foli me risni. Ç'jemi ri. Qa ki kështu? Qa ki kështu? O smut bre, ja. Kusht ka qo kërdu kështu? Që punën që po hi pa thirë, kam ju kalzu ma vërë, që ta krim. Që hi pa thirë. O marova bre. Smut bre pikiqme, va shko bona e. Jo, pe kiqmave. Qysh mja bo bre? Prej kurrizit Qëtu, tuj, prej qëtu, unazave, prej... Mi ka qitë mjeki do kukra, Qfare? do fërasti qira, që shithujnë. Po? Ti pedin, Po që të dhe? të Po përdojë. shumë mirë, janë shumë Mirë, të efekt shme ato. të feksh, më na e mbo që shkam ka qitë, o na e mu. Pa që to, e ke përzije. Qysh me përdojë, thonë e. Pa që to ke përdora? Kjo për ty hata lak maj ma se lje për mu. Po shkone, tha përdore, te ko marrë pe kalle dhe po këshyri, po lexoj me ton. Për që të sens, mi që me bo grishtat vogla. E, atë që për mas? Ja, pa e të rruna. Për që shtu vish me recipe ta japë se ja, ose që ja shuk me tu aty në doktorve, që ma kanë qitë, i kishin një 3-4 shuk, doja përgjysht të që, se ka laj pjavë qitë një pacientav. Po pse s'pedhen pak me bu ma të hu. S'ban, thave që shtu. Edhe me dheze mropa. Për që shtone, së në vini mu dhe të teqë të qëma. Oj miri, ka bot fola, se më konë bojt peje, së në Që? Apo dok në shtë E ndritë. për shka shkonë bojt pjesë, për masa? Që të ka të zë, i ka bot fola një shoqe e jutë ja klasës. Ha? Tha, jena konë të vogla, jena konë shkollë bashkë, për shkam, që ditë ke, aja i shkonë që që plak. Plak, sa që luke, Thasha, me vënest kanë shtin shkolla, Po dhe? Ju, ka shtin klasë me mirin, tha pasha zotin pu. Thash vëlloj pas ke ngel na i vjetë. Mos u konë mësusja. Po dhe njeri thash ka dal. Tha jo janë klasë e kom pas. Thash mësje kom mësuse, tha ju, drejtoresh ju. Tha vëlloj, tha më canike jena. E tani kër i thash miria o pepa, dhe e bukur hala po shtyjet me 3 amunej, ke ka pak vish që ke përpjet mu qupi bonjes. Po, dhe ke që ku jam, thash, dhe po shaloj. Thash ke që ta bura po të thirri, thash loke, thash ka pos puna jote. Thash vish fjalla loke po të kalëzën. Po, ti plus në halë me ata. Thash para me da miris, a i thuhet loke miris, po shaloj. Ja, thash mi tho miris, mi tho loke, thojnë ka katra nuk kalemi. A u publik sa shtu bre. Pasha zotin ka gjithë, ka kishtë, thash ti që u plake para mirise, për me tha në konë Beograd, kër në konë vugla, tha në Kësuzjan, tani në konë tha në Sloveni, atë për të këtuat të shpela, e keni vizitu, miria tha ko me do kule, një asit prins, me mo dhe ko pishmime, tha, po shumë e re, ja keni hongër bukën në Sloveni krejt, a ju kujtuat? Qëre, krejt po të besoj veç aty të kullet jo. Ja, se di tha këse kullet komtare veshje, më falë, veshje komtare. Veshje komtare është diska tjetë. Kuja keni hongër bukën krejt ato, janë ju kanë prua 5 Sloven bukë, se shqiptarë të hongër bukë. Po dhe. Po, hajde pe pranoj edhe qëta. Edhe këtu e shkam tha, tash, që ata desha me dollë që tu. Tha, bënit fola miris, tha kalzoj që një ovë dit, kena flajt bashkë, tha me një dhumë. E edhe me kalzu na imi, se li mu livdaj këtë dhe kjo, që në kom flajt me mihrin, dhe ke, me thot që pas ka flajt edhe dikush me to parat. Jo, i sonë. E, ka mihrin, që shme bon roni si aja. Thash, do të punë, thash, miria ka një mujë ditë, hanë veç salat. Thash, sa bo këtë, ju të shumë, një të pësila kënur, e këshin pru këshis mirë. Nglap. Thash, e shka u botë që ti u plake miria jo, tha, e ka burin doktor, tha, burin banzoj, tha, burin tuj. Tha, jemi, tha, na ka mytë të bo punë, tha, aja mjekin të krytë, tha, për natë, tha, e ba kontrolën. Thash, për ata e di, se thash, e di, na imi për natë, mësë ja bo kontrolën, bile tensionin ja mos. Se kërim koj vogër që ka dhej publik, sa i kam toj si, unë e shkresh, a gjina e me najtë, dhe shka di, isha i vogër sa trua, sa ka të shason shpe isha në dhëmë fjetës, kur isha, këtë ja mo tensioni. Meria të ndorë na imi atë senin që e frim këtu,
A gjë Naim çka baban se ke pja motit të desmiri Detensionin. Po, se Qashtu matët ndër. Ka hongër se ke pite. Ani, mas një ove shkan shku 8 vetë kjo. Edhe e zatet atë të Maria merë mi dha. Tha, qa ko trej, thash ku gjohë, do grohë, thash e kome najtë të Naimi, ja matë ke tensioni si kur tyje. Pas kom ditë gjohë, si jam shku natë, për ma, të shku mas bombona. Vish kom karkësit papushet, babi, po rrën. E runu me shpionan një fërë se njeri të mënu me bo mirë, po bëjt e ketë. Edhe më shkani të Naimi me ma tensionin, se nuk është mirë. E, shka ta kom po shërin, t'ju ka dzedhe dishka për Naimi se... Ja të shërin ti... Ja ta kom po shërin, se këgjë po vetë, aje martu, aje s'mu... A përse veç që janë isë me folë me mu drejtove, ta shtatë? Po me ti valoj, po te mjeki si që ka ishtë mene dhe dhomi. E logaritët ti edhe me shtim rapa që ato. Që të pjallon drejtonit, ati më të rëzit. A drejtonit? Qëra, ti e doktor. Po. Dhome të të dhimë si që ka ishte mjeki të menë. Po, edhe se hi e keq. Po, kjo është mjek, po ja kom po shërin këti nga bashkë azuti. Pjo ka dzej publiko se se din. Jo, qka? Këtu njëherë i bëjshin shminë sunet me gjarra, akon. Gjarroj s'ka pos shkull. Një motor vikend e përkaton, rap, cëllën zmi e zonshin, e kur ta leshin. Unë e gjithë komike, ma i vogli pishmive, në ma tha, valoj, tha që ki djallë, tha po më dhime se këta tjerë, tha me gjarra, i kalon sa katë, tha me mjek po kim qef, hajt me mjeke, qunë të mjeke kur Naimi. Haj, vishë sa kështë pas diplomu. Mus kalza! E mi, e po kalzej se sa katën kjelo. Vishë sa kështë pas diplomu për. Në gjëfsha këto, konktore, moderatore, e ka pos të lobingen atë konvike e kesh. A mo gjarrahja? Po se kom ditu me doktor me të moda ishin tash. Këtë qitë punish du me bon kirurgi, jo gjarrohet. Po s'kan ditu njëherë. Hajde, po më qunë të Naimi, pe preki migjën, thash në rama, se po më vje kesh mu desh para Naimi, të dhe vërtet është more. Njeri më vike kesh për ti ma fërë për që ta më vike. Ja ke hajde ogjete, hajde ane ja valoj, thash s'moj më desh para ti, shka me boha shëma dritën. E bëjsha men se ta shëmi dritën me ik. Trake kanë shëmi dritën, po kjo më ka kop. Trake, edhe misha për mas, nej, ku më ditë më gërmus, ma kanë gjitë për hune. Grap! Po, më shua nem që hune me ke kop, si ka hi frik. Dhe o, më shua nem hune, hec jalon për këti. Për e kanë kohë dritën, më ra hune. Apet, ma liri, ma kje, që apet e kanë shim dritën, një më në më ikë, ma kish pas kap dore. O, dora, Naim, që me të kalzu vore ka, dhe nashtë. Nop, apet, që kur dje more modeshtë është e ki. Ma li edhe ndoren, ma kepen apet. Shumë Trak dritën, tu më në më ikë, më kryk nej, po ku më di shumë ka kap, këtë tak, tha, leje se femën ka. O, Naim, za djollë, më pasha zotin. E kanë kol dritën, të më kanë kop, që ashtë të më kanë botu livrit së net, po, më kalon keq. Sa da asaj ditën? Jo, më la keq. Ta është ta nësi shnoshet, me shti në perem edhe herë. Dutën herë. Ku. Edhe herë në rgërshonin, e rupë se ka livrit të ishin djali. Apet, sështë mirë, edhe një operacion, 3 herë. Kak, 3 herë me të bo operacion, komën me ta prej njeri si e ta si të rune. E, dash desh ta mju kalzu. Për që ta s'pun për martona dhe s'pun dujnë. Se më kalon sakat, e tash për thujnë edhe për blerëm, pëse s'pirin grato, martu 1 herë, martu 2 herë, martu 3 herë. Blerës ju baj bela që kja 4, 3, se lonë s'kominajt. A di pse, se te kjo bo sunet. A ti s'ka provarin? E për provu për s'përin. Nash kemi bote se sunet, të Naimi sakat në kalon. E kështu që i morë me thonë, e që gërshon të burë, që dënë, po një dhe herë në dorë tonë, s'ki shka prejnë. Ma i që tu, se sakat në ke bo, dhe që tu. A përshkojnë apro? Po vesh me dritë shumë, ka të pojsh me kap. Mirë, oj dzizlujk, oj dzizëm dziz. Trashë dhe herën e kalume, ma dziza për bënd të se fostane. Shqyqyr që njeri shetë që shtu sene është gjëve, është bëldën që shene. Mirë, mrama. Që shiona em. Mirë. Kule që shjeti? Në bre, në. Këtë java për të livrit, se java në kalume. Diçka për livrit ka pak, është për livrit. Për livrit që e dhe kalume. Nashta dhe koha, Ka po të vetën. Po që të bojnë, a kishe për mojnë atë dore. Qa të virije?
Ku me ju kallëzu diçka. Ha? Qysh kesh në shpetonet, mora një gazetë dhe pelezoj. Kur dërë telefoni, pe marë, qa me po, mati, ama mati, nuk më ka thirë numri i shoqotës të burrave. Shallo, tha, oj, da hyrë, tha, mulle, tha se ka ndodhë diçka. Ka dole bre thash, ka dole njëre që shjene e një mirë, o shpejt tha se ndarje masive. U qyqe, erdha, te thiri kullën thash, bo në gati se po vi po të marrë me shku në shoqat. Shkova e mora e mulle të flutërue. Kur shkojna t'ishin kap një 2 vetë dëshin more. Ka dole bre, ka dole. Ja, veç që thash, ka dal një bre, fëll një qka u bo, kur aj njoni pitho tjetrit. Ku ki mor ti guzimin me flejt me grun tem? Ti tha, po vish dishta me këqyr fa dalimin me stonës edhe temës. Kur ki pja tem? Se sën veqe, kisha kalzune. Aj tjetri po thot sa, aj da hyrë, tha, hinë dhëm të gjumit. Qa me pa, tha, gruja, tha, me dashnur. Ha. Tu që dashnori, u vesh, tha, dull. Tha, unë e tha, veç po këshyri pikthena grus, pja bëj, gru qka kja? Tha, edhe unë u shëkova. As ty, tha, ditën e mirë, as mund, tha, mirë dita. A i rirë po thot, e kom morë vesh që po më trafton, tha gruja. Po. Se ku e mure vesh? Tha se ja kalzuva, tha një vic, a i debili pe i dolopit keshke. Që shë i dozën, thash, ilan, e tje thash, qka u bo me ty? O, tha, hyrë, po më thët gruja, tha, po më do këtë tha që jetu shku me gratë huja. Tash, a je mëri të normal? Unë me tonat me nëzi po shkëj, jo me të hujat, nuk e di gjuhën. Shqip. A di shuk i ti? Po. Mi thëmë qa kimëri qa tu ka ma visyni? Tha u reha, tha për një femën. Tha shihe ti, e me kën? Tha me grun. Aj tjetëri ati një i vëtsër që ke plavush. Tha, tha, gruja jame, tha, kujdeset shumë për kerin. Tha, shu, ani dhe bash mirë, qatë shumë, tha, kujdeset për kerin. Pak, tha, shkën e shtreha, tha, nër automekanikon. Dhe për qëllë, qa po punon? Kujdeset mirë, bro, mire për kerë. Po dhe? A unë e pi thëmë, a gje me ti? Ta pëmerë gruja, tha, mja prej djallit flakt. Po. E djalli, ja, mam, nuk du mu mi prej flak, nuk du me pas frizurën, tha, si të babit. Po. Kur kjo, ja djalli jam, tha, du është, tha, se kejtë pëthojnë që pigon këj shisë. Po a i kanë thonë, gruja dreqën e ka shtin shishe, burin krevet, shok të burit në dëllap. Ama unë e s'mi këptoj heq. Heq s'mi këptoj. Me gra është shumë e thjeshtë. Nga një bura, nëse bëni një budalaki, i thuni, më falj. Ajo i dhnot, ti i thunë falj. Nëse ajo e bëni budalaki, ti i dhnosh, ajo i dhnot, po ti prap i thunë falj. Pja bëj njëni tash, e të oj qyqe qka ki hia tjesin qysht njëni, që qështu? Tha, mu tha po hingë, tha gruja në shpe dhe po më tha, ta ku më rok kerin. Po ku ma rok e më kerin kur ti nuk vëzit eq? Tha me qekeq pahire. Shish mëre me qekeq pahire, po tha pahiri, tha se nuk dilë që pe Facebookot. Ma të qëtëditëshëm se burat nuk ka. Ha. Qarapat në fijok që janë nuk i gjojnë. A dashnoret me symë sheli gjojnë. Ja, mos fol ashtu, mos, se nuk bënë e full, se nuk është ashtu, se nuk janë krejt njëjtë. Po? Një fjallë e urtë popullore thot. Qka thot? Hajtë, më shme ditë, qka? Hajtë, qka? Të flasësh pak, është menquri. Po, përa. Të hash pak,
është shëndet, të flasësh mençur dhe të mos flasësh fare, është paqe. Kemi kaluar në një moment tjetër promocional. Ajo është një vajzushe e re që këndon jashtëzakonshëm bukur. Do të vitë sonte për të promovuar këngën e saj, për ju, për ne, për të gjithë, Albulena Krasniqi. Hajde Albulen. Përshëndetje. Qëndrojmë të bashkë. Albulen, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Si, Albulen? Mirë. Ke qenë edhe një herë për të kënduar këtu. Në cilën klasë ke qenë atëherë? Në klasën e 6. Klasën e 6. Kemi bërë kështu, si vjetë je në klasën e? 7. Do më thonë në çdo klasë nga një këngë edhe nga një promocion, a? Po. Apelon që ashtu, a? Po. Po, a? Mirë. Si po shkojnë mësimet? Mirë. Je nxënës e shkëlqyer? Po. E shkëlqyer, tamam. Tamam. Me të gjitha pesa. Po. Po. Samir, po ndalon pak, po mendon si kur e peshon fjallën e po e thu pastaj. Apo frigosh që nëse nuk e thunë i të vërtet, kur shkosh atje pastaj në Malishev të thonë, nuk e the të vërtetën, a? Ja, ju. Ajo, po mirë shumë. Sonte po promovojmë një këngë tëndën të re, që quhet? Gurbeti. Gurbeti. E ka bërë kush? Albulin. Vedat Lushtaku. Vedat Lushtaku. Tekstin, muzikën? Po. Të dyja ti ka bërë Vedat, ja? Po. A përshëndesin? A përshëndesin. E ka kënduar vetë? Po. Ke qenë e knaqur? Kam qenë. E ke bërë klip? Kam bërë. Po e parë, se edhe klip e ke bërë. Shumë mirë me... Po këtë temë Gurbeti, e ka zgjedhë Lushtaku, apo e ke zgjedhë vetë? Vetë. Vetë e ke zgjedhë? Po. Pse ke dikon në Gurbet nga familja? Po, mu më kanë prejkë shumë familja që janë largë prindërve të tyre. Bobi, vetë jam edhe në largë Bobit, edhe këmë dosh mja kushtu Bobit. Babi! Sa bukur. Se Babi të në njashtë, dikët? Po. Bukur shumë. Sa fëmijë jeni ju? 5. 5. Bravo Babi edhe për këtë. Edhe mami sigurisht. Si kalon me mamin? Qa thot mami? Mësoni, Shumë mirë. punoni, veproni, a? Po. Cilat janë kërkesat e saj këtu? Mami thët, a din vish pofsha ma largë. Vetë pofsha ma nalë të ma nalë. Sa e bukur shumë. E po bukur shumë. Atëherë, e promovojnë? Po. Edhe unë edhe Mihria edhe publiku edhe gjithë spektatori kina me dorë trokit, me tërë fuqinë e duarve tona. Faleminderit shumë. Faleminderit. Albulena Krasniqi.
Ishte kjo tërë, a? Çdo filmi ti vjen në vërtetin. Po, për këtë emision. Për këtë emision. Sepse javën tjetër do të ketë edhe diçka më të bukur se sa kjo që e pam sot. Në këto ditë të bukura, megjithatë dimri se Kosova pa dimër edhe nuk ka lezet. Prishtina me dimër ka lezet, Kosova me dimër ka lezet. Flani mirë, ndroni bukur e zgjahunin e pashë. Natën e mirë, miru pafshim javës tjetër.